humje e thellëse ndaj Interit, nisoi një rezultat që as jo vetë nuk e prisnin. Çfarë ndodhi, çfarë nuk shkoi? Të them të drejtën, jam shumë i zgënjur, i mërzitën, sepse nuk ishte rezultat që e pritshim. As ëndër nuk do të çosha këtë lloj rezultatit. Kishim përgatitur ndeshje ndryshe. Vajzat nuk treguan asnjë gjë në fushën e lojës, as ato vajzat më kryesore, pra nuk mundem të thënë 1-2, po gjithë ekipi ishte totalisht jashtë loje. Mund të them ishte një ditë e zezë për ekipin tonë, sepse me këtë rezultat, them drejtën, nuk ishim përgatitur në kurse sepse mund të mendoshim një humje nga karshi Interit, sepse edhe diferencat janë me dy klubeve, por jo me këtë rezultat. Vajzat duket i mujti emri Interit. Ekipi i Interit ju uroj suksese në rrugtimin e tij. Them drejtën, ato i kryejnë detyrat. Shkurt muhabeti, ne nuk kryejmë asnjë lloj detyre që kishim punu gjithë kohët dhe kishim përgatitur për fushën e lojës. Tu fillon nga partia duke marrë të sulmuesit e fundit. Duket si i pakënaqur me gjithë lojtarët. Pa diskutim që jam i pakënaqur me gjithë lojtarët, sepse si thash më përpara kishim përgatitur ndeshje ndryshe dhe vajzat nuk kryejnë asnjë lloj detyrat. Thash nosha emri Interi, jo nosha pa emri Interit ishte ai që i mujti vajzat tona. Profesor, si pasysh vajzat dolën nga detyrat taktike apo patën një problem tjetër? Jo, totalisht dolën nga detyrat taktike. Nuk them se kishin problem tjetër, duket kishin hi me një pesimizëm fushën e lojës, gjatë që na e kena thënë, kena fol, jena mundu mi rrit moralisht, gjatë gjithë kohës me fol për mi rrit moralisht, mi tregu se kush ai Interi, mi tregu sepse janë, jo vetëm Interi, po çdo lloj ekipit në këtë turn janë ekipet e forta, por vajzat duket i kishin marrë me një pesimizëm, vajzat kishin marrë me frikë dhe nuk kanë asnjë lloj detyrat që ja lehtësuan shumë punën e Interit. 7-0 në Milano, javë e pas në Loro Buriçi, shifra thella, por Vllaznia do luajë futboll? Vllaznia normalisht që do luajë futboll, do shkojmë tregu ato që vlerat reale që ka Vllaznia, por 7-0 është flet rezultati, nuk keqa flet për ndeshjen e kthimit, por thjesht do tregojmë ato vlerat tona që ka Vllaznia. Do mundohen të rrisin moralisht të vajza dhe të kryejnë ato detyrat që kryejnë në çdo ndeshje tjetër. Vllaznia është një skuadër me eksperiencë, profesor, në Europë. Çfarë ndodhi sot për te asaj lojës në fushën, duke marrë parasysh eksperiencën e Vllaznisë, Ligën e Kampionëve me Juventusin, pra çdo vit në Europë. Vllaznia është ekip me eksperiencë. Normalisht është ekip me eksperiencë, por mos ta harrojmë se nga Vllaznia asoj eksperiencë nga Vllaznia që ka luajtur në Kupat e Europës, në Champions League, ka shkuar në grupe, janë vetëm 2 vajza, 3 vajza. Dhe ka vajza shumë të ardhuna këtë vit, paktën janë rreth 14 vajza që kanë ardhur këtë vit dhe normalisht ato don kohën e vet të harmonizohen me grupin, të mendojnë, të punojnë fort dhe të lozin ashtu siç kërkon të lozë Vllaznia, sepse janë vajza të ardhuna nga shtete të ndryshme, ata janë në ato ekipet që kanë luajt, mund të kenë luajt futboll tjetër, është mentaliteti i veti, sidomos i futbollit të Amerikës Latine që të lozin përpara, të lozin lehtë, jo më të lozin taktikisht siç let Europa, dhe pra nga ajo Vllazni që ka bën paraqitje shumë të mira në Kupën e Europës, janë vetëm 3 vajza. Kështu që është na del një punë shumë e madhe, ku Europa marroi për ne, se nuk mund të shohim ëndrrën si hap me menduar që mund të kthehet kjo rezultat, por duhet me punu shumë që të paktën në vazhdimsinë ta kena sa më të mirë. Profesor, ju pam në fund të ndeshjes që shkuat tek tribuna tifozëve ku ishin shumë shqiptarë, sidomos Shkodran. Patjetër meriton respekt të tifozët se ju ndosën për zafin. Normalisht që meritojnë respekt, aq më tepër mas këtij zhgënjimi që i llame, ne jena gjithmonë të detyruar të shkojmë te tifozët, se tifozët janë lojtarë numër 12 i ekipit tonë, tifozët janë ata që na mbështesin si në fitore ashtu edhe në humje, pra jo e pa vetë, megjithëse ne na humbim me rezultat të thellë, ata prapë na duhet turkitën dhe na pritin deri në fund që merren ndeshja, aty nuk lëvizin nga vendi. Pra ka një respekt të zakonshëm ato lloj tifozësh dhe i falenderoj shumë. Jo vetëm ato që kanë ardhur, që jetojnë, punojnë në Itali, por gjithë ato tifozë që kanë nga Shqipëria pas stafet me na ndjek ne. Faleminderit për tyne. Faleminderit. Suksese profesor, javën e ardhshme. Faleminderit për jush, javë ardhshme, të bëjmë lojën tonë. Kaq.